Voto Sarën, skema mashtruese që po përhapet me link në WhatsApp mund të vjedhë të dhënat. Një skemer e mashtrimi po qarkullon prej disa ditësh në aplikacionin WhatsApp dhe ka prekur edhe përdorues në Shqipëri. Mesazhi i njohur si mashtrimi i balerinës fton qytetarët të klikojnë një link për të votuar në një konkurs vallëzimi për fëmijë, zakonisht me tekstin: "Përshëndetje, a mund të ndani pak kohë për të votuar Sarën? Ajo është vajza e shoqes time dhe fituesi merr një vit mësime vallëzimi pa pagesë." Sipas raportimeve, ky mesazh në dukje as pak i rrezikshëm ka për qëllim të vjedhë të dhënat e përdoruesve. Por si funksionon mashtrimi? Pasi përdoruesi klikon linkun, ai ridrejtohet në një faqe që imiton një platformë votimi për një konkurs vallëzimi për fëmijë. Në realitet, faqja shërben për vjedhjen e të dhënave dhe infektimin e llogarisë WhatsApp. Vetëm me një klikim, hakerat arrin të marrin akses në profilin WhatsApp të viktimës, shohin kontaktet dhe bisedat, përdorin llogarinë e infektuar për të dërguar mesazhe të tjera mashtruese. Më pas, nga profili i komprometuar nisin të dërgohen linke të reja drejt kontakteve, shpesh të maskuara si lojra online apo oferta të reme, të cilat mund të çojnë edhe në akses në aplikacione bankare apo financiare. Për shkak se mesazhi dërgohet nga numra real dhe kontakte të njohura, vigjilenca e përdoruesve ulet ndjeshëm, duke bërë skemën të përhapet me shpejtësi dhe të krijojë një zinxhir viktimash. Ekspertët e sigurisë kibernetike këshillojnë të mos klikohen linke të ndryshme, të dyshimta dhe kur vinë nga kontakte të njohura, të verifikohet gjithmonë përmbajtja e mesazheve, të aktivizohet verifikimi me 2 hapa, two-step verification në WhatsApp, të kontrollohet rregullisht nëse pajisje është e hapur llogaria personale.